Jetë e rallin me Selanikut, bashkë me miqtë e mi. Ja ku jam. Nuk po e tregoj se ka kam tjetër me vete. Kemi ardhur në Selanik. Edhe jemi shumë të rritur për rrugës. Jena ndojnë rastisht me një vend. Po. Edhe që më një përshtypja e gjenë. Po. Se shatë të mënyra. Po. Edhe janë gjitha shtetit që mund është me pas në gjuhë. Edhe rastisht e gjeta edhe Shqiponjën tonë. Një diçka që realisht unë kam qenë në Zvicër, në Selanik para 20 viteve, 22 viteve. Dhe në atë kohë nuk ka bo vaki me pas meny në mes qytetit Selanikut me gjuhën shqipe. Sot pas ka ndryshu mendimi, që ka menyja edhe me flamurin kuqëzi, me flamurin shqiptar. Nëjse mo, po të regoj eksperiencë nga vizita dhe qaj pjenë kësaj ditë për vizite? Vikendi, po me hama ma spjego me Valmine se më ka ik. Nga Selaniku, një vend ku kam kaluar një kohë para 22 viteve. Sot pas 22 viteve kam dëshirë me ditë çfarë ka ndryshe në këtë qytet apo në këtë shtet të Greqisë. Për 2 ditë do të tregojna se ç'kena me kalu. Për 2 ditë do t'tregojna. Sot është e premte, nesër është shtune, sonte sta buzukja, ela sto papu, Nuk e mora vesh për çka ka thënë. Ja, s'jam e këtu, po ti sa po. Ta shohim si po kalojmë, ju tregojmë. Rrini me neve. Burek. Ne porositem një byrek në fakt Valmira, edhe na sollën një suflaqi. Kjo do të thotë që nuk di me po byrek, ta vetëm suflaqe di me po. Adem? Se kanë iden fare, po. Se kanë iden fare. Edhe këtu që ka shumë interesant, në fakt, ja shikoje. Platia, ju thojnë greket. Ne i themi shesh apo qendër. Ja. Problemi është se këtu vetëm taverna ka. Taverna janë restorantet që quhen, po, në fakt ta i quhen taverna dhe ushqimi në taverna është vetëm salat, suflaqe, kebaba, ku diun gjitha këto, por nuk ka kështu ushqim, për shembull, në qoftë se kërkojmë entrecot, biftek, gjëra si që jemi mësuar t'i ham në restorante të mira, në Kosovë apo në Shqipëri. Më në fund të gjetëm një, qa është kjo? Qa shkru në të vëllat? Si miqi? Që fare, po më do këti Selanikit këta. Ja ku erdhëm këtu. Poshtë labe. Poshtë labe. Mira, s'është keq. Ja, mirë. Nuk është keq. Bukur. Momentalisht ta shohim si do bëhet atmosfera më vonë. Lypem buzuki, por nuk e gjetëm dot. Sonte është të premte, nesër shtunën ka mundësi me gjetë buzuki. Sonte bërim këtu herën të barin këtu. Si miki. Më në fund të kemi gjetë me Ademi një lokal shumë mirë, një bar këtu në Selanik. Po për shkak të muzikës nuk mundem me bo video brenda sepse na bllokon copyright. Dolëm për jashtë me dhjes një javë dhe mirë është, nuk është keq. Ja, mirë. Mirë është, nuk është. Që vend jam mirë. Po. Nesër buzuki apo jo? Absolut. Quiero nada. Quiero nada. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να μου λες όπως μ' αγαπάς. Sa mbarum nejën që i thojnë edhe tash po shkojmë flejmë gjumë nesër ditë e re na pak e re. Vazhdojmë me jetën e reale, çfarë do ndodhi nesër. Kaluam shumë bukur sonte. Ja, Valmira Xhani këtu e bën zemrën për gjithë shikuesit e Polship Show. Bashkë me këtë atë pëlqej mramja sonte? Shumë.
Bravo, bravo. Ta që kena kënda. Shumë e bukur. Shumë mbrëmje e bukur ka qenë sonte. Mora fjale, mora markun e mora qarkun me thurkong. Me thurkong bash legjendari ti këndojmë. Ti këndoj Adem Jashari, ti këndojmë. Tash sa vjet se shepre kazin dhe reqakun. Tash sa vjet se drenicën. Tash sa vjet dhe Mitrovicën. Tash sa vjet. Respekt për gjithë! Dita e dytë në Selanik. Ja ku është vendi ku ndodhem momentalisht. Ja ku është deti, ja dhe hoteli ku kemi qëndruar mbrëmë dhe sonte. Dhe po pres që të dalin edhe shoqënia. Edhe do të shkojmë sot pak në Khalkidiki. Malaka në Khalkidiki do shkojmë tash, ta vizitojmë pak edhe pastaj do kthehemi përsëri në darkët këtu edhe do gjejmë një buzuki. Hela. Quiero nada. Quiero nada. E tash një detaj që më ranë në sy që ishim të hongër darkën edhe menyja ishte në gjuhën shqipe. Asnjëherë greket gjuhën shqipe se kanë fut në meny deri më duket deri në liberalizimin e vizave të shqiptarëve të Kosovës. Sa për shqiptarët e Shqipërisë që janë deri në 600.000 apo s'disa 1 milion, sa shqiptarë janë këtu. Asnjëherë si u ka, si themi kështu në gjuhën popullore, si u ka hongër për me fut menyn në gjuhën shqipe për shqiptarët e Shqipërisë. Sa po u liberalizu në vizat e Kosovës, e futën menyn në gjuhën shqipe për shqiptarët e Kosovës, pasi sipas këtyre janë vizitorë shumë të shpesh dhe vinë shumë shqiptarët e Kosovës për ta vizituar Greqinë. Prandaj edhe kjo është një arsye që është futur menyja shqip. Vazhdojmë tutje. Tash po të kishte qenë deti në Shqipëri kështu, do kishim thonë ja në shqiptarë zbëjmë njerëz kurrë. Po ja që edhe në Greqi e njëjta gjë. Që Greqia është Evropë dhe realisht nuk i ka lezet me pas të gjona kështu. Ja shikoje sa pa lidhje dhe sa gjunaf në fakt. Deti i Selanikut tjetë në këtë gjendje këtu ku kalojnë mira njerëz është shumë keq. Shumë keq. Edhe nga ana tjetër kështu. Ja edhe nga ana tjetër. Kjo mund të vinë ndoshta nga mbetjet apo djegjet nafta e anijeve, mirë po çfarë do të jetë është shumë e parregullt. Quiero nada. Quiero nada. Kena arritur në Khalkidiki edhe jemi ulur në restorant për me hongër drek. Shku me zgjedhëm peshkun. Edhe ja ku është Khalkidikia, ja ku janë edhe kingat këtu. Ju tregojmë pas drekës, a ishte ushqimi mirë apo jo? Ja ku jemi në restorant edhe po gjej shqiptarin e parë, mas 2 ditëve në Greqi, po gjej shqiptarin e parë. Ja ku është? Nga jeti nga Elbasani. Nga Elbasani. Mirë se të kemi gjetur. Si duket tu jeta? Fantastike. Mirë në Greqi. Ke vite në Greqi, e? Shumë vite. Shumë vite. Si duket mirë? Magji, fantastike. Po a është ka ndryshuar pak apo jo standardi i jetesës?
normale, është në nivele më të larta që ekzistojnë në Evropë. Po Rama thotë këtu në Shqipëri se më mirë thotë. Rama tani ka se është i intereson politika, po unë po flas për njerëz normale, janë standarde më të mira në Evropë që ekzistojnë në Greqi. Pa gënjeshtë se vletar, po Vletar. Ta gëzoj vletar. Ja kaloni bukur. Respekt dhe faleminderit për shërbimin. Kënaqësi. Faleminderit shumë. E gjetëm vletarin nga Elbasani, po na bëni shërbim shumë të mirë këtu në restorant, edhe shumë të kënaqur. Kështu që vazhdojmë me drekën. Edhe po, shumë mirë, sinqerisht shumë bukur. Quiero nada. Gëzuar. Nuk e di a gabohem apo jo, por Greqia ashtu siç ka qenë para 20 viteve, as nuk ka hequr, as nuk ka vendosur në një tull më tepër. Siç ka qenë, ashtu është dhe sot. E kështu që para 20 viteve për Shqipërinë ka qenë një shtet shumë i përparuar, në fakt dhe sot Shqipëria e kalon me sa di unë. Edhe në turizëm, edhe në investime, edhe në infrastrukturë, edhe në të gjitha, mendimi im është ky. Para se me shku në Selanik erdha në fshatin Nea Madito. Në fshat ku para 22-3 viteve kam qenë në këtë vend, edhe si i ri e ma e mend, kam kaluar shumë mirë në fakt. E këtu ka qenë edhe telefoni. S'kishim telefona në atë kohë ku sa herë e kam prek këtë telefon me fol me prindrit e mi e familjen time. Realisht nostalgji. Nostalgji e madhe. Quiero nada. Quiero nada. Tash, nata e dytë me Selanikut, po dalim hapë një dark këtu lartë një restorant që është në gatin e 7 në duket. Edhe pas darke, po sheti ku po shkojmë, ja si jemi për sonte. Ja si është bërë Valmir, ja shikoj e Valmir, ja. Hop, ja dhe temi. Hop. Rredi, gjigant. Ja ku këna me vi, pa ti lartë. Shve. Mas darke tani të tregoj përsëri se ku jemi. Shiku kemi hypur. Jemi te restorant në kat Elektra, si ishte kjo, Adem? Po, Elektra. Ja ku jemi këtu lart. Shi si duket poshtë. Gjo bukur, Adem? Bukur. Po të pëlqen apo jo? Po s'ky vend. Veç ky vend. Na kanë marrë më qafë disa fjalë që kemi dash me prosit. Lule lakre, këso gjona të më thonë. A gjuhën e kishin... Edhe gjuha atyre pak problem. Ati është deti, ma tanë. Ati është deti, ja ku është deti ati, ma tanë. Tu është qendra e Selanikut. Edhe... Kemi shëtitur shumë, me të vërtet shumë vende dhe tjera, po nuk ke zhvillim, me thonë drejten, nështë pak me keq ardhe, po... Shumë e vërtet. Jo, po keq ardhe Ma ish... shumë të kushtet Shqipëria, Kosova, se so Greqia fatkeqësisht. Shumë interesant, dhe unë për e them me sinceritetin më të madh që nuk ka investuar, ashtu si që kam parë në para 20 viteve, ashtu është sot njësoj. Para 20 viteve, për neve, ka qenë shumë mirë, sepse ne kemi qenë shumë keq. Edhe Greqia u dukte shumë mirë para 20 viteve. A sot, Greqia ta krahasosh me Shqipërinë dhe me Kosovën, nuk krahasohen. Shumë brapa. Shumë mbrapa. Kështu që, çam ju bo? Shihemi pastaj. Shih ku kena orën në buzuk, tash e gjetëm buzukun, ja. Është pak rësirë, nuk dukemi mirë. Ja po ndezën dritat. Ja ku jemi, me Valmirin, me Ademin. Amo, po kalojmë shumë bukur, ha? Po presim muzikën. Po presim me dalë këngëtari. La Buzuki! Quiero nada.
Greqinë, e kalum doganën, tash jemi kthy në Maqedoni Veriore. Për Greqinë apo për tripin që e patëm? Për tripin, hajde. Ajo ka qenë fantastike. Ka qenë fantastike tripi. Edhe shoqëruesit. Faleminderit. Shumë mirë. Faleminderit. Adem? Që ishte një vikend. Njëtit mendime me Valmirën, tripi ka qenë shumë mirë. Ase për këtë vendit, ka vende të mira, normal, po prapë me ati mendimi që se meriton me qenë në Europë. Ose në konja dime. Shumë larg jemi nga Kosova, Shqipëria edhe shtetet e rajonit ka asu me Greqinë, plot vend. Kam qenë më herët edhe në Athinë, po edhe vende tjera domethënë nuk kemi meriton me qenë në Europë. Bie keq. Mendimi i Ademit edhe imi, realisht janë njësoj. Greqia para 20 viteve ka qenë shumë përpara nesh, sot jemi shumë përpara saj. Në aspektin e infrastrukturës, investimit, dhe gjitha këto. Për ndryshe po. Bukën e bëjnë mirë, ushqimin e kanë pirë, gjithçka është në nivel, por po flasim për infrastrukturën dhe ecurinë e shtetit. Valmira, ke mesazh? Me vizitu sa ma shumë vende. Sa ma shumë vende. Sa ma shumë kultura. Viziton shumë vende, ushqime. pastaj e kupton që edhe vendi yt ka vlera më të mëdha edhe don më shumë. Se ne shqiptarët jemi pak shumë kështu pesimist, nuk vetëm ankohemi fatkeqësisht. Po jo, kemi mri shumë, nuk është gjithçka e errët e kalume, është arrit shumë, edhe presim edhe më shumë. Që jo. Lule Lakra prej Greqie, kalofshi mirë, ju përshëndesim gjithë. Adem, si të duken këto shprehje të Grekit? Nuk mund t'i përkthej, bie keq, nuk mund t'i përkthej. Lule Lakra dhe me turina dhe gjëra të tjera të mira. Jeta reale ishte kjo, ishim ne trep në Greqi 2 ditor, faleminderit shumë, shihemi, respekte. Ciao, ciao.